Një grup prej më shumë se 30 refugjatësh organizuan të premte në Tiranë një pedalim sensibilizues kundër dhunës me bazë gjinore. Me bluza portokalli, të cilat mbanin mbi shkrimin "You're not alone", frazë kjo gjithashtu e thënë nga një prej refugjatëve në aktivitetet ndërgjegjësuese, grupi u vendos fillimisht në Parkun Rinia e më pas e kreu pedalimin në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Manifestimi i tyre synonte ndërgjegjësimin e shoqërisë shqiptare për të drejtat e grave, barazinë gjinore si dhe ndalimin e dhunës së tyre. Evelin, një prej refugjatëve e cila është integruar mirë në Shqipëri, dha më shumë detaje për Tibo News. Kjo aktivitet është për të sensibilizuar gjithë të grave që të ndihen të barabartë me çdo gjë, domethënë të janë kundër çdo dhunë në çfarë do lloj, domethënë dhunë ndaj grave jemi shumë kundër. Prandaj jemi këtu për të bëjmë këtë aktivitet. Evelin duket se ka zënë vend në Shqipëri. Ajo është profesioniste në fushën e saj dhe punon në një postë të mirë në vendin tonë. Unë jam agent, punoj në një kompani italiane, jam në call center. Për mua Shqipëria është e mirë. Për mua Shqipëria është shumë okay. Në fillim në çdo gjë ka qenë gjithmonë i vështirë, sidomos për mua më për eksperiencë që kam pas, ka qenë i vështirë në fillim, por tani nuk e kam s'mund të them asnjë vështirësi, por s'kam për momentin, nuk kam vështirësi në Shqipëri, sidomos kur flas shqip, jam shumë okay. Evelin thot se Shqipëria dhe fal aktivistëve po ecën përpara për sa i përket të drejtave të grave. Përparim po, nuk ka agresiviteti, jo, s'kam parë shumë. E angazhuar në çështje sociale që për fillimit kur erdhi në Shqipëri, Evelin duket se nuk e ka në planet të afërt largimin. Kam vendosur për momentin, po nuk e di, ndoshta pastaj plani ka Zoti, po për momentin kam vendosur në Shqipëri. Aktiviteti i pedalimit u organizua nga Shërbimet Shqiptare për Refugjatë dhe Migrant, njohur me akronimin RMSA. Prej vitit 2001, kjo organizatë angazhohet me forcimin e kapaciteteve dhe promovimin e zhvillimit të shoqërisë civile duke pasur në fokus refugjatët dhe migrantët. Partnere me UNHCR-n, Zyrën e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, RMSA-ja ofron asistencë ligjore, sociale, mjekësore dhe psikologjike, sidomos për të ardhurit nga zonat në konflikte.